3 persona kanë rënë në prangat e policisë së Durrësit për armbajtje pa leje. Gjatë operacionit, blut e Durrësit kanë bërë me dije se 2 prej tyre, Lamberto Dina dhe Arsildo Marko, janë arrestuar duke lëvizur me një automjet në hyrje të qytetit të Durrësit. Dyshohej se ata do të shisin një pistolet me dhëkërera dhe fishek. Arma zjarrit, municioni dhe një sasi kanabisi u gjetën në çantën e pasagjerit. Si rezultat i intensifikimit të kontrolleve dhe punës operative me objektiv identifikimin dhe ndalimin e shtetasëve që përbëjnë rrezik për sigurinë publike, thekson policia, duke poseduar së shitur armë zjarri me qëllim kryerjen e ngjarjeve kriminale, seksioni për hetimin e narkotikëve dhe komisariati i policisë së Shjakut, në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale, kanë finalizuar operacionin e koduar Kalibri. Gjatë operacionit u arrestuan shtetasit Lamberto Dinoj dhe Arsildo Marko, të 2 banues në Lezhë, të cilët u kapën duke lëvizur me automet në hyrje të qytetit të Durrësit. Dyshohet për të shitur një armë zjarri pistolet me 2 karrerë me fishek. Arma dhe municioni u gjetën në çantën e pasagjerit të shtetasit Dinaj, të cilit u gjetën një sasi e vogël lëndë e dyshuar narkotike kanabis sativa, njofton policia. Ndërkohë në fshatin Shtras të Shjakut, blut arritën të gjejnë në banesën e shtetasit Dervish Tusha një kalashnikov, një granat mbrojtëse, një karrerë arme, që dhe qindra fishek luftarak. Materialet proceduriale ju referuan prokurisë së Durrësit për veprime të mëtejshme.